prej pareve, ku vendi për këtyne 5.000 euro. Nisoj për shembull ka pas shpifje trona që unë i pruna sot këtu me pas nga një kopje. Ky ka qenë një projekt në cilin unë kam qenë i angazhuar për 5-6 vite, prej vitit 2018-19, titullohet Serbia tjetër, ku i kam mbledh në 3 gjuhë, i kam botu shkrimet e intelektualëve serb që gjatë viteve të 90-ta kanë kritikuar regjimin e Slobodan Miloševićit, ku prej 23 marsit vitit 1989 deri në qershor vitit 1999 shkelje drastike që i ka kryer ky regjim ndaj shqiptarëve të Kosovës. Edhe këtu janë shkrimet, intervistat e këtyre intelektualëve në 3 gjuhë, në shqip, në serbisht edhe në anglisht, edhe për shembull ka pas akuza prej gazetarëve, prej portaleve, prej mediave të ndryshme se ky projekt është financuar pi Serbisë. Ky projekt Serbia tjetër 1, 2, 3 është mbështetur prej Fondacionit Kosovës për shoqëni të hapur. Serbia tjetër 4 prej Community Development Fund përkatësisht ambasadës suedeze. Edhe kanë qenë buxhete minimale. Janë botuar në 3 gjuhë, shqip, serbisht dhe anglisht. Dhe janë gjithë artikujt, shkrimet e këtyre intelektualëve që e kanë kundërshtuar Miloševićin për shkelje drastike të drejtave të njerëzit, të shqiptarëve në Kosovë gjatë viteve 90. Qysh mundet me kohën ky një projekt që i kombinon Serbisë, kur për shembull Bogdan Bogdanović, autori Serbia tjetër 1, thotë ajo çka kemi bërë në Kosovë gjatë viteve 90 është fashizëm, thotë. Edhe mesat, nipat tanë do ta mbajnë në ndërgjegje krimet që i kemi kryer në Kosovë. Ky është i pari që thotë fashizëm. Ka dhe një libër që përshkruan gjithë masakrat. Po, i dyti për krimet në Kosovë fakti. I dyti për shembull thotë që kjo çka kemi bërë në Kosovë, Miloš Minić, thotë është përgjegjësi morale, qytetare, shtetërore dhe kombëtare e Serbisë për krimet që i ka kryer në Kosovë. I treti Srdja Popović thotë që na çka kemi bërë në Kosovë është gjenocid. I katërti Lazar Stojanović, regjisor, thotë që kjo çka kemi bërë në Kosovë janë çast krime të tmerrshme, thotë sa që na kemi merituar na bombardu NATO-ja. Qysh mund në çita libra mi konvenu Serbisë fashistet Miloševićit, Serbisë gjenocidale të Miloševićit edhe të Aleksandar Vučićit. Qysh mund një gazetar ose një medium, një portal me publiku shpifje dhe me thonë që ky projekt ka qenë i mbështetur pi Serbisë pa pas as edhe një dëshmi të vetme. Qysh mund një portal, një medium, një gazetar me publiku artikulle dhe me thonë që Shkëlzen Gashi dhe Integra kanë marrë 200.000 euro prej Ministrisë të Kulturës të Republikës Kosovës,